Bizneset në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut kanë ngritur shqetësimin e përbashkët për rritjen e çmimit të naftës dhe pasojat e saj, duke kërkuar marrjen e një sër masash për të mbrojtur biznesin dhe për të mos ndikuar tek konsumatori final. Në një deklaratë të përbashkët, Forumi Ekonomik Mbar Shqiptar dhe organizatat kryesore të biznesit kërkojnë ndërhyrje urgjente. Pra në emër të komunitetit biznesit, ne kërkojmë masa të menjëhershme, konkrete dhe të matshme për të përballuar me këtë situatë. Në një, kërkojmë rishikim të përkohshëm dhe fleksibël të barës fiskale. Ne besojmë që struktura aktuale e çmimit përmban një peshë të lartë taksash. Nevojitet ndërhyrje e targetuar për stabilizimin e tregut në përputhje me praktikat e vendeve të Bashkimit Evropian. 2. Transparenca e plotë në formimin e çmimeve. Pra ne kërkojmë që të kemi publikim periodik të strukturuar të çmimit, qartësim të faktorëve ndikues. Pra, a janë këtu vetëm çmimet e tregjes ndërkombëtare, janë taksat, akcizat apo edhe ndonjë taksim tjetër indirekt. Forcimi 3, forcimi i kontrollit të konkurrencës së ndershme. Kjo kërkon monitorim aktiv të operatorëve, hetim të rasteve të mundshme të abuzimit dhe luftë të pakompromis kundër informalitetit. 4, mbështetja për sektorët më të ekspozuar. Besojmë që transporti, bujqësia, industria prodhuese, shërbimi dhe turizmi janë më të ndikuara dhe kërkojnë masa konkrete, lehtësuese për të mundur që të jenë konkurrent në tregjet tona. Ndërsa kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Tiranë, Nikolin Jaka, theksoi se një ndër ndërhyrjet mund të jetë rishikimi i akcizës. Specifikisht në Shqipëri kërkojmë që të kemi një rishikim të veçantë të sistemit të taksimit karburantëve duke filluar nga akcizë. Pra kush janë taksat më të rënda që rëndojnë karburantin dhe mund të ketë ndërhyrje duke patur parasysh që ekspertët janë ata që gjejnë edhe mundësitë reale pa dëmtuar, sepse asnjëri nuk i intereson që të dëmtojmë të ardhurat në buxhetin e shtetit. Pra ne na interesojnë të rritën të ardhurat në buxhetin e shtetit. Por nga ana tjetër nuk duhet të rriten të ardhurat në dëm të sipërmarrjes private. Pra nëse kemi një rritje të bursës së naftës, nuk mundet që buxheti përfitoje edhe rritjen e TVSH-s për këtë rritje të bursës. Gjithashtu biznesi thekson se është e nevojshme marrja e masave afatmesme dhe afatgjata, duke përfshirë krijimin e rezervave strategjike të naftës për të garantuar sigurinë energjetike në rast krize, diversifikimin e burimeve të energjisë dhe uljen e varësisë nga importet, si dhe rritjen e investimeve në energji alternative dhe efikasitet energjetik. Një platformë ekonomike në kushtet e integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe një dialog i hapur dhe transparent me sipërmarrjen, janë konsideruar gjithashtu të domosdoshme.